për kualifikim. Mbrëm, ndoqëm Kanadan me një fitore të thellë 6-0 ndaj Katarit, Zvicrën bindëse ndaj Bosnjë Hercegovinës, ndërsa Meksika vazhdoi formën më të mirë me fitore ndaj Koresë së Jugut. Gjitha këto ngjarje do t'i diskutojmë sot së bashku në studion e emisionit të mëngjesit me analistin sportiv Ardian Lumnica. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, Knaci. Knaci që të kemi sot në program. E gjithashtu kemi dhe kolegun tim gazetar, Kasim Gërbeshi, mirëmëngjes dhe faleminderit që dhe sot jemi ne. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Për shkak të sentimenti që neve na e sjell çdo herë Zvicra, po ndalemi fillimisht tek Zvicra Ardian, duke marrë parasysh e kemi gjithashtu edhe triumfuesen e Bosnjë Hercegovinës. Ishte e pritshme? Thënë drejtën po, Zvicra është kombëtare ma cilësore në gjitha aspektet, është kombëtare mire ndërtume, është kombëtare që ka pas sukses në kompeticion edhe në Europian dhe edhe në botërorët e kalume. Atëherë kur Kosova dhe Shqipëria nuk janë pjesë e një eventi ka që të madh, atëherë ne rëndom bëhemi me Zvicrën dhe rëndom anojmë nga Zvicra shkaku i peshës që kanë shqiptarë dhe që kanë lënë nam në kombëtarën e Zvicrës, duke filluar nga Gjaka, Shaqiri e shumë futbollistë në të kalumen. Duke referuar ndeshjes fundit me Bosnjën, konsideroj që Zvicra në gjitha aspektet ishte më e mirë, i përmisoj gabimet nga ndeshja e kalume sepse ishte kogja shumë e çakordume. Është një kombëtare që nuk është lehtë mu menaxhu sepse ka shumë komësi brenda saj dhe kombëtarët që kanë shumë komësi apo identitet më shumë se sa Zvicran brenda saj është sfidë edhe për selektorin me menaxhu, për selektorin Zvicran deti menaxhoi këto situata. Ka buj një deklarate Gjakës nëse nuk gabojm në pas ndeshjes së parë dhe nuk është prit mirë nga grupi, por edhe kjo është amortizu. Një Zvicër cinike, mirë ndërtume, por konsideroj që nuk shpreson shumë për me jetë tutje, apo nëse jetë tutje do t'jetë befasia e kampionatit. Është lehtësisht e lexueshme në aspektin taktik lojës, është e ngadalë në tranzicion dhe nuk ka specifika tjera çfarë duhet të ketë një kombëtare që më tonë të jetë ta zëm në peshën e madhe. Kësaj mendoj që Zvicra në këtë kampionat është më modeste se në të gjithë kampionatet. E qartë. Kasim, a ishte ndoshta Bosnjë Hercegovina një kombëtare jo dhe aq e fortë që nuk e sfidoi Zvicrën? Apo Zvicra ishte në top form, që shënoj këta gola? Pos parasysh nëse nuk gaboj është hera e parë e Bosnjës që merr pjesë në kampionat. Është hera e dytë. Hera e dytë, okej, është hera e dytë edhe në atë aspekt nëse shohim ashtu, kombëtarja e Zvicrës është më shumë përvojë nëse mund të themi. Dhe rezultati 4-1 që përfundoi ndeshja normalisht ishte ajo që pritej. Po unë çka kisha dashur qef me cek është raportimi i mediave ndryshme ku e kanë kryqëzuar edhe kapitenin Granit Xhakën mas ndeshjes, i cili nuk e la të shitoj penalltin në Mumbazin, lojtarin 20 vjeçar, i cili ishte edhe një gol larg hat-trickut dhe të barazoi me Lionel Messin me gola në atë aspektin e fillimit të kampionatit. Dhe kjo ka qenë pak me tendencë? Jo, Granit Xhaka ka mbërri një pjesë rekord historik ku u bë lojtari i dytë i cili shënon në 2 kampionate botërore të ndryshme, barabart me Xherdan Shaqirin, dhe kjo në për media ka bërë buj shumë të madhe se pse ai nuk e la. Pra me tendencë, është pasi me tendencë nga ana e Granit Xhakës, duke u bazuar në raportimin e mediave. Kemi edhe analistin e Zlatan Ibrahimovicit, i cili tha që nuk mundet mod Granit Xhaka më fol mu për leadership. Kryqëzoi kjo ato dhe më thonë që kjo në pak a shumë mund të themi që ka bo PR të keq për Granitin. Ka fillu kampionatin në formë të keqe për Granit Xhakën, po prapë se prapë ai është një lider për shumë analistë dhe shumë opinionistat të komitetit sportiv, ai prapë mbeti një lider i ekipit. Kasim, Graniti mund të jetë apo mund mos jetë çfarë do tjetër veç lider është. Do të specifika kryesore Gjakës për tej cilësisë, për tej teknikës, aspektit fizik është leadershipi i tij. Dhe këto e ka dëshmuar jo vetëm me kombëtarën e Zvicrës, e ka dëshmuar edhe me klubet ku ka qenë. Graniti shkon në klube dhe bëhet kapiten i skuadrës. Nuk mundesh me qenë kapiten në një klub në Gjermani apo në Angli pa qenë lider, pa pas virtytet liderit. Do të thotë i ka lënë për masat e leadershipit kombëtarës Zvicrës dhe unë kam thënë dhe po e përsëris që është një nga futbollistët më të mirë i gjitha kohrave shqiptar. I gjitha kohrave shqiptar. Këto e thonë statistika, këto e thotë performanca e Granitit në çdo aspekt. Sa i përket Gonxhe aspektit me Bosnjën, unë konsideroj që disa kombëtare, siç është Bosnja,
dhe disa të tjera, objektiv kryesore kanë pas plasmanin në kampionat botëror. O pra, do thotë është arritaj. Janë kthyer dikush pas 20 viteve përsëri në kampionat. Do thotë ka kombëtare që objektive kanë me shku në botëror, ja dinë allin vetë, siç e kemi pas ndoshta na. Zvicra nuk e ka atë objektive, ka me kalu grupin dhe rrjedhimisht do të këto objektiva janë paksa të ndryshme, edhe kombëtarët dinë mi disbalancu kombëtarët e vogla, edhe mendoj që ka qenë ndeshje me merite fitume prej Zvicrës, por Zvicra me një kundërshtar tjetër, jo të rangut të Bosnjës, do të ketë probleme. Do të ketë probleme sepse vjen në fundit e ka kogja të çakordume, mes fusha nuk njihet e freset, ka polemika mrena grupit shpesher dhe në një kompeticion siç është botërori apo europiani. Grupi homogjen lunë rol jashtëzakonisht shumë. Do të sa është ekipi i lidhur, sa ka polemika mrena, sa ka kundërthënie mrena etj. Dhe kjo atmosfera shnosh grupin shpeshherë ditë ta çoj edhe për te potencialet që ka. Do të vazhdoj tutje Bosna apo u shuan shpresat për të? Nuk e di, moj me thonë që është herët me thonë që u shëjtën shpresat. Se nuk e di që shkojnë këto faza e kualifikimeve. Ojnë me pik, normal. Bosnia aktualisht në gjetën pozitën e tretë me 1 pik vetëm, ndërsa Zvicra është në vendin e dytë me 4 pik dhe Kanada është në vendin e parë me 4 pik, po gol averazhi është dallimi tyne. Tash ta shohim, ndeshjen e ardhshme nëse nuk gaboj Bosnia do ta ketë me Katarin, nëse nuk gaboj. Dhe aty nëse mund të themi janë kategorisë të njëjtë, Bosnia dhe Katari dhe mund të shohin se... Gonxhe, në këtë botëror, formati i kampionatit kanë rrut, do thotë ju në rritë kombëtare. Dhe rrjedhimisht potencialisht veni tretë ka gjasa me shku nga grupet, sepse është një sistem garus ku veni tretë është në luftë. Sepse në kalumen 2 vendet e para kanë shku me automatizëm dhe 2 vendet e tjera të grupit A ose B janë eliminuar. Do thotë në këtë kompeticion ka gjas veni tretë për një mundësi tjetër. Shpesherë kur është rrit botërori në shumë studiot botnore, televizive nga ekspert ndryshëm, është gjykuar kjo pjesa që do të bie cilësia. A ka ra cilësia këtë vetë? Jo, nuk ka ra cilësia dhe i ka demantu të gjithë ekspertët, sa që e pranon edhe Wengeri që është në kundërshtim me atë, është i befasum, është kundërshtim me atë që ka thënë, edhe këtu, apo këtë pjesë e përbëjnë disa elemente pse nuk ka ra cilësia. E para është që futbolli ka evolu në këtë botën, është automatizu jashtëzakonisht shumë dhe të mendurit dhe botkuptimi ndaj futbollit është i njëjtë. Do thotë sot unë në Prishtinë kam mundësitë e njëjta sikurse një trajner spanjoll apo anglez me mësu për lojën e futbollit, me apliku në terren dhe rrjedhimisht me praktiku futbollin. Do thotë kjo e ka zvoglua divergjencën, a dallimin në mes të kombëtarëve. Çka mendon? Ke bën ndonjë analizë? Investimet që të barazohet ndoshta një kombëtare, një vendi shumë të vogël, Haiti ose ku e dion se si vend, që s'njihet futboll e që mundet ta zëm me vënë siklet një kombëtare shumë më të fortë. Investimi i madh në futboll dhe për masat që futbolli ka kalu si sport. Do thotë sot është një nga industritë më të mëdha në botë dhe nëse e marrim nga këndvështrimi ekonomik, nga këndvështrimi jo sportiv, është industria ndër më të madh. Do thotë i ka kalu për masat e lojës. Dhe rrjedhimisht mënyra e mendimit, e studimit ndaj lojës është e jashtëzakonshme. Videoanaliza është në perfekcion. Por mos të harrojmë një detaj që mbase për shikuesit mund të jetë interesant. Kampionati botëror din me sjellë revolucion në futboll. Do të sjellë ky kampionat? Do të sjellë revolucion edhe në këtë fazë dhe po shihet që do të sjellë. Të ndodhë më shumë në futboll? Në kampionat botëror marrin pjesë kombëtarët e gjithë globit dhe rrjedhimisht specifikat e kontinenteve janë të ndryshme. Ta zëm, europianët e kanë të studium futbollin deri në detaje, deri në centimetra dhe në sekonda. Dhe të është milimetrik futbolin në Evropë, i kalkulum në aspekt taktik. Në Afrikë është tejet fizik, sa që për masat dhe parametrat fizik të futbolistëve janë të pa akceptueshëm sa të larta janë. Në Amerikën Latine është futboll jashtëzakonisht teknik ku i thënë krejt limitet dhe gërshetimi krejt qytyne. E bën që futbollit jetë shumë interesant, i paparashikueshëm botëror dhe i domosdoshëm që të takohen në një event siç është botëror. Do thotë është sfidë për selektorët jashtëzakonisht shumë, sepse kimu përballë me kombëtare që nuk i njeh shumë, nuk i studion shumë dhe rrjedhimisht kanë specifikat jashtëzakonshme me vendin ku e përfaqëson kombëtarja jote. A bën një pyetje më aboll. Sa dush gazetari. Profesor. Gazetari. A mendon se pas na provon me xhes moti me fol.
A mendon që kjo pjesë e revolucionit ose rifreskimit të rregullave të reja të futbollit ka bë ndryshime shumë në kampionatin botëror? Krejt që ka pun pengon të që kjo rifreskimi dhe teknologjia që e kamera në vesh e gjyqtarit kërësor që s'po muj me po del tjetë e sukseshme, dhe ajo se po jep një perspektiv të fokusit ina. Ajo që ka po evrej, ka si me gonjë unë e tash, edhe nga perspektive e trajnerit, edhe të njohësit të futbollit, është që shumë trajner, apo shumë filozofit lojës kanë hjek dorë nga filozofia e posedimit të topit. Do të thotë, aktualisht është të zbatu vetëm Spanja, kur e posedon topin 70% dhe nanën tjetër barazon, nuk i merë 3 pikë, dhe kjo ka ba që shumë trajner me hek dorë nga që kjo filozofi. Do të thotë, futbolli është shumë atakus, maj drejt për drejt, është ma specifik, ka tranzicion shumë shpejt, dhe qëto specifika e përbëjnë apo e bojnë që ato që po thëmunë është shumë sfidë për selektor. Nuk është letë sot me udhëheq kombëtare në botëror, sepse nuk jetu lu në ligën apo në kontinentin ku e njef gjenezën mënyrën e të ndumit për futbol. Pra shkret ndryshe kur vjen puna të kampionati botëror. Edhe në kalume në gonjë, botërori ka silë dhe emrat përveshëm. Botërori në kalume në ka qitë Arshavin, futbolistin Rost, që kërkush nuk e ka ditë kush është. Dhe kalu mbi 15 vite në profesionalizëm, në Premier League pastaj. Futbolit qëtë selektor, sepse shumë selektor përdorin metodologji edhe koncept lojës që sjell në vështërsi, edhe Ancelotin e sjell në vështërsi e tjere tjere. Kasem, kemi po andon jam që është komentuar më shumë, si kurse Arshavi dhe të tjeret, apo është e ndeherët flasë për këtë kampionat, kush janë dërshta ato befasit e fillimit të kampionatit? E kena Jonathan David në Kanadaja, i cili arriti mi shënu 3 gola në ndeshjen me Katarin. Është një lojtar që pritet me qenë në të ardhmen, dhe që pritet me ardhe në ajkën e futbollit, mujna me thonë në atë aspektin, për shkak që futbolli, nëse folmi në atë aspektin profesional në gjitha antë, është futbolli evropian që shumë lojtare kanë synim ose ëndër me orë me lujtë në kontinentin evropian. Njëkohësisht e kena edhe, unë e thëmë shpesh që kampionati botëror është festival, e kena e përmenem edhe jashtë televizionit. Festival është edhe për mu që nuk shë futbol, definitivisht. Është festival i cili bjen në ngjarje ndryshme, bjen sene interesante, bjen emrat të rinj, për te futbollit, po kur ta fulmi edhe në atë aspektin sportiv, është shumë lojtarë, si që përmene edhe unë profesorit o Mardianit, kam respekt maksimal, sjell risi, sjell emrat të rinj, cilët pritet që në të ardhme me qenë yje të futbollit. Dhe kjo në është ajo në që e cilësën kampionatin botëror. Profesor, të ka ka pësyni ndonjë, thashë dhënë si profesor, si Kasimi. Po, futbolisti kanadez i shënoj hat-trick, por në base kjo mos jetë referencë për ndeshjet e ardhshme. Unë edhe për shkak të dëshires që kam molli se francezi është i jashtëzakonshëm. Nuk shënoj gol, por asistet edhe performanca ati në ndeshje me Francën ishin të jashtëzakonshëm, por Mbappé mbetet Mbappé, ndonë se unë se preferoj dhe se pëlqej shumë si futbolist, por ai mbetet një nga konkurentët që ta fitoj edhe këpucën e artë të botërorit. Shënoj gola, vrastar, jashtëzakonshëm dhe Franca ishte tejet specifike, e kur jemi të Franca, unë mendoj që është një nga konkurentët kryesor në të gjitha aspektet e saj. Është pra Franca, kështu më ndonë edhe Kasimi. Unë kësha dashtë Anglia, për në shësë që dini zemë duke të kanë marë, e kanë kuptu edhe shikusit, po ndoshta si djetë. Anglezët për herë janë konkurent, Anglezët për herë kanë cilësi, nuk është kampionati vetëm tash. Edhe njën për herë, me ta dhe për herë. Por ja, gonjë derisa kanë dështu me gjeneratën e artë. Anglezët, unë gjithë herë jam skeptik për gjenerata tjera. Do të gjenerata e dekadës kalume ka qenë dhe gjenerate pa përseritur për Anglezët. A do tjetë kjo ndoshta kampionati fundit me Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo? Gjithsesi do tjetë i fundit, sepse nuk besoj që ata do të luajnë edhe pas 4-5 vite. Për këtë arsye, do t'jenë përsëri këta dy emrat më të përfolun apo kanë potencial apo i penalizon mosha? Adin se ata janë në një limit apo në një rëzën gonjë ku nuk flet më performancë atyre tanishme, po flet emri tyre. Do thot, aq lartë janë Leo dhe Cristiano, sa që flet emri, brendi tyre, dhe çdo lëvizje e tyre tash në fush. Ndoshta fare nuk është specifike, pesha e tyre e bën specifike lëvizjen e tyre. Apo na nderojnë për herë të fundit? Janë të futbollistë ma specifik, Messi e ka fitu kampionatin, edhe kjo e ka plotësu sirtarin e tij të shumë kupave dhe shumë shpërbime që i ka, edhe natyrisht bëhet fjalë për dy futbollistë jashtëzakonshëm. Shpeshherë njerëzit. Sa ka gjaz dhe Portugali, sepse ma mërmendja që gjithë fansat e Cristiano Ronaldo do doni këtë vetë fiton të Portugalia. E jashtëzakonshme është.
Sepse do të barazojnë ndoshta edhe me Messi. Portugalin unë e fus në 5 konkurrente për botror. Është shumë e mirë taktikisht, ka jashtëzakonisht alternativa mbrana selektori, ka potencial të jashtëzakonshëm, ka individualist që din mi kry edhe mi përfundu ndeshjet dhe i ka të gjitha komponentet që mundet me performu dhe me shku shumë lartë në këtë kampionat. Është në këtë të pasqe edhe Brazili, sepse kemi bisedu dhe me Kasimin që po ashtu, dhe Brazili mund tjetë një ndër skuadrat sfiduese. Si që përmeni Ardionit që kampionati botëror bjen shumë frymat ndryshme të kombëtarëve. Për shembull Brazili përmendëm më herët që është një kombëtare e cila nuk është që i analizon krejtsenet nga sekunda, nga milimetra, edhe di me bo befasi në shumë raste. Për mendim temin, nashta njën top 5 që është shumë ngusht me thonë që është në top 5, po në gjithmonë nisë në ma top 10 që, tani për top 10 që shkojnë ato roto. Asim Europian të kanë një thonje nëse nuk e parashe Brazilin dhe Argentinën në top 5 që je i qmendur. Në atë aspektin që ju frigohen vazhdimisht. Po, sepse 5 herë është fituse e kampionateve. Dhe jo vetëm kaq, do të ka futbolist... ADN në futbolit e ka Amerika Latine. Dhe këtë fakt e din... është aja shpreja që futbolli u shpik në Angli, po luhet nga... Ajo që po penalizon në këtë fazë Brazilin, konsideroj që dora e selektorit Ancelotti ende nuk po shihet. Është një selektor autoritar që bjen desh me mendësim braziliane. Sepse brazilianët, meksikanët, argentinës janë pa disciplinueshëm në aspekt taktik. Dhe Ancelotti është një selektor me moshë të shtyrë, që disciplinën e ka primare dhe rrjedhimisht është një farë kontradikte mes grupit që përfaqëson dhe profilit të trajnerit. Unë nuk dyshoj që ai ka mi marrë masat dhe ka mi eliminu problemet dhe defektet që i ka pas ndeshjen e parë dhe kësaj me jesutje gjithmonë kërkohet më shumë prej Brazilit dhe prej Argentinës. Mirë, po kombëtare tjera si kurse Argentina, Portugalia, kush ishte Franca, Spanja, çka mendon që mund të arrijë? Çfarë mund të bëj? Hapin e parë e bani gabim, edhe ndeshjen e parë dështoj e gjykoj krejt bota dhe kjo është ajo arsye që thash shumë trajner i ka vu në luhatje kjo performanca e ekipit me majt posedimin jashtëzakonisht shumë siç po bën Spanja, sepse në kampionat kërkohet rendiment, në kampionat kërkohen pikë dhe fundi statistika më vlerësuese në futboll është goli, është pikët. Dhe rrjedhimisht unë mendoj që Spanja prap kthehet, ka potencial të jashtëzakonshëm dhe nuk duhet ta ketë problem Spaku këtë fazën deri me tutje, edhe Spanja e përbën atë pjesën e kombëtarës serioze që është kandidate potenciale për botror në gjitha aspektet. Do të thotë definitivisht spanjollët prodhojnë futbollin më të bukur aktualisht në botë, dikur e kanë pas brazilianët, por sot e kanë spanjollët sepse është një gërshëtim i futbollit në mes të Brazilit, Holandës, Gjermanisë, Spanjës. Do të thotë identiteti spanjoll është gërshëtim i këty 3-4 kombëtare dhe kanë bën një identitet vetin të lojës që është jashtëzakonshëm. Folëm për favoritët, gjithashtu biseduam edhe për sportistët apo futbollistët që deri më tani janë dalluar që kanë qenë surpriza, por a ka përfaqësuese surpriza? Nuk e di, unë mendoj që është pak herët se tash janë zhvilluar vetëm kanë ndeshje. Nuk janë zhvilluar më shumë dhe është dje ka qenë dita e 8 e kampionatit botëror. Pak a shumë tash vetëm po kuptohet cilët kombëtarë janë të mujna me thonë të pesha veterana apo masnolti dhe cilët janë pak mesatarë dhe cilat pritet me dështu. Po nuk mujna me thonë që ndonjë kombëtarit mundet me qenë befasi, edhe pse mundet me qenë. Mund të ketë, po. Apo si që është duke u analizuar dhe duke u komentuar deri më tani në rrjet. Në 9 ditët e para, Ardian. Kush mund të jetë ndoshta më befasuese, ndonjë që s'kemi pritur të shkëlqej ose... Konsideroj që gjermanët ndonë se nuk shihen kërkon favorit, e kanë identitet favoritit. Jo të favoritit për me fitu kampionatin botëror, po për shkuar lartë, sepse disciplina e tyne është karakteristik. Jo për shkak të kundërshtarit që dominun të kalumit, po për shkak të identitetit që përfaqësojmë. Po ndonjë me përfaqësuese vogël, kombëtare vogël në Haiti, ose kepi gjelbra, dikush që s'pja di ma semra. Kepin e gjelbër të këna mësu krejtë, më doket gondë, se këshim dit as kusht. Po kjo është madhështia e botërorit. Paramenon një ishull si kepi gjelbërt, bëhet temë në
mbarë botën në mediat e krejt botës dhe klikimet për to janë maramense tash. Paramdo që shishim bo Paramendo për tem na Kosovën, gollë. Kosova. EU, Fatkeqësisht, fatkeqësisht në shtamë shumë fatë era për të në tjerë. Europian do t'jemi dhe do t'mja boj zmetin që me qenë, sepse Kosova ka potencial me qenë. Argjan, falimderit shumë që ke qenë së bashkë me ne, kënaqësi që të patëm gjatë këtyre minutave. Ishte kënaqësi, mendoj që po supozoj që ishëm pak fjellë se herët, që jena mësu me qenë misafir në emision Po, i të pak të ma sinqert se pas dite jeni. Si kalkulojnë a gjëra. E vërtet është kështu në bazë shumë studimeve, hullumtimeve, personat e mëngjesit, se ato bisedat e mëngjesit janë mas sinqerta se ato të mbrëmjes. Kështu që një Përndryshe kuriozitet. keni emision fantastik në mëngjesit, audiencë perfekte, do fillu prej prindve të mi, kështu që... I përshëndesim. Faleminderit shumë. Faleminderit Kasim shumë, takohemi herave të tjera. Me që shkoa që ane për e nisin dhe edicionin më 3 të lajmeve.